cili është ilaçi I gafletit? E kanë përdor plesht këtë term dhe unë po kam dëshirë ne këto terme t'i rikthejmë në memorien tonë. Mos u bë gafil, mos u bëj pa kujdesshëm, po bënu sy qelë, sy hapur. Ilaçi I gafletit, I shkujdesit, I neglizhencës është përmendja Allahut. Është përmendja Allahut. Për ata kur robi e përmend Allahun dhe e edukon vetveten e tij me përmend Allahun Dhul Xhelal, ai e largon gafletin nga vetja e tij. Përmendja Allahut I mundson robit me qenë tër kohën sy qelë dhe sy hapur, I kujdesshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend Allahun panda. Sahabët e tij për ato mësohu ti bashkë me mu me përmend Allahun panda. Thuj mësaj e vetën me thonë në ditë 200-300 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Pejgamberi alayhis salam thot, prej thesarve të xhennetit është fjala la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Pejgamberi alayhis salam thot, fjalët më të mira në dunja janë 4 fjalë: la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Fjalët më të mira në dunja, më të mira fjalë në dunja janë këto 4 fjalë. Dhe kur ti çdo ditë fillon me mësu veten me këto fjalë, atëherë mësohet shpirti yt, mësohet zemra, mësohet gjuha, mësohet mendja, mësohet trupi. Nuk mundesh ti me ndejt pa përmend Allahun.